Policia e Durrësit në bashkëpunim me forcat shqiponja ka zhvilluar një operacion të gjerë antidrog të koduar Cleaning 5 me fokus goditje në një rrjeti të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike në afërsi të shkollave dhe zonave të frekuentuara nga të rinjt. Operacioni është finalizuar pas hetimeve disa mujore dhe 2 procedimeve penale të ndjekura në kohë, duke çuar në ekzekutimin e 17 masave të sigurisë. Sipas policisë, për 13 shteta është vendosur masa arrest me burg, me 4 shteta masa arrest në shtëpi, ndërsa një tjetër shtetas është shpadur në kërkim. Të gjithë personat janë banues në Durrës, Kavaj, Shijak, si dhe në disa fshatra të njësisë administrative Suk, Thmancë dhe Xhavzotaj. Ata dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe në mënyrë të përsëritur kanë shpërndar lëndë narkotike në zonat pranë shkollave në Shijak, në Mancë, duke rrezikuar sigurinë e të miturve dhe komunitetin. Gjatë kontrolleve, policia ka sekuestruar sasi të konsiderueshme droge, përfshirë heroin, kokainë dhe kanabis sativa, si dhe armë zjarri, konkretisht 2 pistoleta dhe një automatik Kalashnikov. Po ashtu janë sekuestruar shuma të konsiderueshme parash, automjete dhe telefona celular që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin kriminal. Materialet proceduriale janë referuar prokurisë së Durrësit, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të mundshëm dhe dokumentimin e plotë të rrjetit të dyshuar.